Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka nxjerrë detaje nga 3 çështjet me rëndësi sipas tij, që janë protesta 21 janarit, vrasja e Azem Hajdarit dhe kryengritja që ndodhi më 14 shtator i 98-s, 2 ditë pas vrasjes së Hajdarit. Në një postim të gjatë në Facebook, Meta ka treguar disa episode të papublikuara disa ditë para protestës së 21 janarit. Ndër të tjera, Meta e cilëson videon e publikuar në janar të 2011-s si një montazh i përdorur për shantazh, çmimi i së cilës vjen si një ofertë nga Rama. Meta shkruan se thelbi i ofertës ishte që të bëhej kryeministër dhe ta bënin qeverinë bashkë me Partinë Socialiste, sipas dëshirës së tyre. Pasi kërkoi falje për nxitimin, më solli një ofertë fantastike nga Edi Rama. Thelbi i ofertës ishte që unë të bëhesha kryeministër dhe ta bënim qeverinë sipas dëshirës sonë, dhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të na mbështeste pa kushte. O shoku, e pyeta, unë si do jem kryeministër me 4 deputet? Unë kisha mbi 60 deputet si kryeministër dhe u largova vetë se nuk mund pranoja kushtet e pakicës parlamentare të Fatos Nanos. Në fund, shantazhisti më tha se nëse unë bësha kryeministër, ai nuk do t'i nxjerrte përgjimet. Kuptohet që këtu biseda mbaroi me sukses sepse i penduari u bë recidivist. Për vrasjen e Azem Hajdarit, Meta pretendon se i është bërë presion që të mos zbaret vrasja. 28 vite më parë, Meta thekson se ngjarja mund të ishte parandaluar dhe sipas tij, vrasja e Hajdarit ishte politike, por personi më i painteresuar ishte Fatos Nano. Të gjithë dim se çfarë ndodhi më 12 shtator, por edhe më 14 shtator të vitit 1998. Ndodhen 2 ngjarje që nuk duhet të ndodhin, por të kushtëzuara nga njëra tjetra, shkak pasojë. Vrasja e Azem Hajdarit ishte një ngjarje paralajmëruar që duhet të ishte parandaluar. Vrasja e tij nuk ishte produkt i një konflikti tropojanësh, por e qëndisur me kujdes nga duart padukshme dhe mjeshtërore, që shfrytëzuan persona të caktuar për të arritur objektivat e tyre. Më duhet të theksoj se personi më i painteresuar të ndodhte një gjë e tillë ishte Fatos Nano.